Një të tretën e jetës tënde, ti e kalon në një gjendje të çuditshme. Ti shtrihesh në shtrat, mbyll syt, muskujt e tu paralizohen dhe vetëdia jote për këtë botë zhduket plotësisht. Shtëpia jote mund të digjet, dikush mund të hyjë në dhomën tënde, por ti nuk di asgjë. Ti je i pafuqishëm. Trupi yt qëndron i palëvizshëm mbi dyshek, por ku je ti? Në atë moment ti fillon të jetosh një realitet tjetër. Ti fluturon pa krah. Takon njerëz që kanë vdekur para shumë vitesh, sheh vende ku nuk e qenë kurrë, ndjen frikë reale, gëzim dhe dashuri, sikur çdo gjë të ishte absolutisht e vërtetë. Shkenca moderne, përmes neurologjisë, përpiqet ta shpjegojë gjumin thjesht si një proces kimik të trurit, një mënyrë për të pastruar kujtesën. Gjumi nuk është thjesht një proces biologjik. Gjumi është një dritare drejt botës së padukshme. Është ajo që Islami e quan vdekja e vogël. Çdo natë pa e kuptuar, ti përjeton një provë të asaj që të pret kur të largohesh nga kjo botë. Për të kuptuar se çfarë ndodh vërtet në ato orë të errësirës, duhet i drejtohemi atij që e krijoi gjumin dhe shpirtin. Në Kuranin famlar gjendet një ajet që përshkruan me saktësi absolute anatominë shpirtërore të gjumit. Allahu i Madhërisëm thotë: Allahu u merr shpirtrat atyre që u ka ardhur koha e vdekjes dhe atyre që nuk kanë vdekur u merr gjatë gjumit të tyre. Pastaj ai e mban atë shpirt që i ka caktuar vdekjen, ndërsa të tjerët i kthen në trupat e tyre deri në një afat të caktuar. Vërtet, në këtë ka shenja për një popull që mendon. Surja Zumer 42. Ai kupton dot madhështinë e këtij sekreti. Kur ti fle, Allahu e tërheq shpirtin tënd. Lidhja e shpirtit me trupin gjatë gjumit mbetet e hollë, si një fije e padukshme, ajsa për të mbajtur organet në punë. Por shpirti yt lihet i lirë të udhtojë në një dimension tjetër, jashtë kohës dhe jashtë hapësirës. Kjo është arsyeja pse në ëndër, sekondat mund të duken si vite, dhe vite të tëra mund të kalojnë në një sekondë të vetme. Shpirti nuk i nënshtrohet ligjeve të fizikës. Dhe kur zgjohesh në mëngjes, nuk është thjesht efekti i alarmit të telefonit, është Allahu, ai që mori vendimin për ta kthyer shpirtin tënd përsëri në kafazin e mishit dhe të kockave, duke të dhënë edhe një ditë tjetër, edhe një shans tjetër për të përmirësuar. Por çfarë janë ato skena që shohim? Pse disa ëndra na sjellin paqe e disa të tjera na zgjojnë me rrahje të shpejta zemra dhe djersë të ftohta? Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, na ka lënë një udhëzues të qartë psikologjik dhe shpirtëror, duke i ndarë ëndrat në 3 kategori të prerë. Ai ka thënë: ëndrat janë 3 llojesh. Ëndra e mirë, e cila është një përgëzim nga Allahu, ëndra e keqe dhe e frikshme, e cila është nga shejtani për të shkaktuar pikëllim, dhe ëndra që buron nga mendimet dhe shqetësimet që njeriu ka pasur kur ka qenë zgjuar. Le t'i zbërthejmë ato. Kategoria e parë janë ëndrat e vërteta dhe të mira. Ato janë mesazhe të pastra, simbole të qarta ose përgëzime që Allahu ja dërgon shpirtit të besimtarit. Ato të lënë një ndjenjë lumturie që zgjat me ditë të tëra. Kategoria e dytë janë makthet, kur sheh kafshë e egra që të ndjekin, kur bie nga lartësitë ose kur përjeton tmerre. Këto nuk janë mesazhe nga Zoti. Ky është shejtani, djalli, i cili shfrytëzon gjendjen tënde të pafuqishme gjatë gjumit për të trembur, për të mbushur me ankth dhe për të bërë të dëshpëruar për të nesërmen. Kategoria e tretë është thjesht riciklimi i trurit tënd. Nëse gjithë ditën ke menduar për një provim, për para ose për një problem me një person, truri yt vazhdon ta përpunojë atë informacion edhe gjatë natës. Këto ëndra nuk kanë ndonjë kuptim shpirtëror. Ato janë thjesht pasqyrimi i stresit të përditshëm. Historia e njerëzimit ka ndryshuar rrjedhën e saj më shumë se një herë për shkak të një ëndre të parë në errësirën e natës. Në Kur'an, një sure e tërë, sure Yusuf, është ndërtuar rreth mrekullisë së interpretimit të ëndrave. Mendo për faraonin e Egjiptit në kohën e profetit Yusuf. Ai pa në ëndër 7 lopë të majmura që gëlltiteshin, nga 7 lopë të dopta dhe 7 kalli gruri të gjelbër e 7 të tharë. Asnjë nga shkencëtarët dhe magjistarët e tij nuk mundi ta shpjegonte, por Jusufi me deturinë që edhe Allahu e interpretoi, Egjiptin e pritnin 7 vite bollëk dhe 7 vite zi dhe uri e tmerrshme. Ajo ëndër, e parë nga një mbret jo musliman, ishte një mesazh hyjnor që shpëtoi miliona njerëz nga vdekja prej urisë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, gjithashtu na ka treguar se sa më shumë që bota t'i afrohet fundit të saj, aq më të vërteta do të bëhen ëndrat e njerëzve të sinqertë. Ai ka thënë: kur të afrohet koha, kiameti, ëndra e besimtarit pothuajse nuk do të gënjejë, do të realizohet saktësisht. Dhe ai që ka ëndrat më të vërteta është ai që është më i sinqerti në fjalët e tij.
Sinqeriteti i ditës mbron shpirtin tënd natën. Nëse jeton me gënjeshtra, me mashtrime dhe me mëkate gjatë gjithë ditës, shpirti yt ndotet dhe natën bëhet një pre lehtë për maktet e shejtanit. Por nëse jeton me të vërtetën dhe pastërtinë, shpirti yt ngrihet lart dhe takon mrekullitë e botës shpirtërore. Sonte, kur të shtrihesh në shtratin tënd dhe të fikësh dritat, kujtohu se po hyn në një portë të panjohur. Ti nuk e di nëse shpirti yt do të kthehet përsëri në trupin tënd, apo nëse ai gjumë do të jetë vdekja jote përfundimtare. Prandaj, mos bëj gabim të flesh me zemër të mbushur me urrëtie, me zili apo pa u pastruar. Ndiq këshillën e profetit ton të dashur. Merr abdes përpara se të flesh, ulu mbi shtrat, lexo Ajetul Kursin dhe surën e fundit të Kuranit, si mburoj për shpirtin tënd. Shtrihu në anën e djathtë dhe fjalët e tua të fundit le të jenë një lutje e sinqertë. Profeti lutej me këto fjalë: O Allah, në emrin tënd vdes dhe jetoj. Nëse mban shpirtin tim në vdekje, mëshiroje atë, e nëse e kthen atë, mbroje ashtu siç i mbron robrit e tu të mirë. Gjumi është dëshmia më e madhe e përditshme se ringjallja është reale. Ashtu siç zgjohesh çdo mëngjes pasi ke qenë i vdekur natën, ashtu do të zgjohesh edhe nga varri kur Allahu të rras në ditën e gjykimit. Përgatitë shpirtin tënd për fluturimin e çdo nate, që ai të fluturojë drejt të dritës dhe jo drejt errësirës.